Ti ndajmë se qa duket natën e parë, 2, 3 dhe 4 në mënyrë që nashta jo çdo 14 mundemi me ardhë, dikush vjen të parën, dikush dytën, që ta dim ku e gjejmë veten më shumë. Mirë është me ardhë në të katërtat. Po, gjithsesi. Festivali multikulturor për dallim prej viteve të tjera, këtë vit ka me qenë për 4 ditë, siç e përmendëm edhe në fillim. Ditët kanë me qenë të ndara për nivele të ndryshme. Do me thonë, duke fillu prej ditës së parë, kur do të hapim festivalin, e që do të bëjmë një ceremoni të hapjes, edhe do të kemi fjalime rasti, do të kemi përfshirje institucioneve, ambasadave, edhe në momentin e hapjes do të kemi një muzikë të lehtë, edhe ku pjesëmarrësit ose vizitorët të cilët do të vinë në hapje kanë me pas mundësi me pa edhe muzeun mobil, i cili quhet Krah. Që do të sjellet në shesh, apo? Ashtu, në shesh do të sjellet. Pra na i kemi një ekspozit ose një qendër multikulturore, cila quhet Krah, por e ka një lokacion në Prishtinë. Megjithatë, na vazhdimisht, sidomos gjatë këtij muajit, jemi tu e ecë prej një qytetit në qytetin tjetër, edhe me 23-in të këtij muajit do të hapet kjo ekspozit edhe në Prishtinë, edhe do me thonë vizitorët do të kenë mundësi edhe me i pa edhe kulturat, edhe traditat, edhe gjitha të mira që i kanë komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian, edhe ata të cilët nuk kanë pas njohuri, kanë me pas mundësi me pas një vizion mbi ato se kush janë komunitetet edhe realisht se çka kanë kontribuar realisht në shtetëndërtimin ose edhe në shtetëformimin të Kosovës, edhe në të njëjtën kohë kanë me pas mundësi thjesht me pas një opinion të vetin i cili normalisht ka me qenë pozitiv.